إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Lavdërimet, falendërimet më të sinqerta I takojnë Allahut të Madhërisëm, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu I Madhërisëm s'ka askush që mund ta humbë, dhe atë që Allahu I plotfuqishëm e devijon s'ka askush që mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguari I Tij I fundit, I cili ia përcolli shpalljen Kur'anin famlar krejt njerëzimit. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pra jemi së bashku këtu me dersin e ri. Ashtu siç kemi paralajmëruar, do thotë sonte me lejen e Zotit do të fillojmë me shpjegimin e rregullave, dispozitave që kanë të bëjnë me fikun në përgjithësi. Po paraprakisht unë vetëm kisha pas dëshirë me bë një lloj paralajmërimi, si më thon, se është e saktë se ligjëratat dallojnë prej natyrës një ligjërate dhe tjetrës. E natyra e kësaj ligjërate, të cilën me lejen e Zotit kemi filluar dhe do të vazhdojmë, është pak më, domthonë është mësim, nuk është do thotë ligjërat që ju do të vini këtu, do të dëgjoni disa hadithe, disa ajete të Allahut të Madhërisëm, do të forcoheni apo do ta forconi besimin, imanin e juaj, edhe do thotë synimi I këtyre ligjëratave nuk është do thotë ky aspekt. Po synimi I këtyre ligjëratave apo këtyre mësimeve, derseve janë për qëllim që ju do thotë të me një fjalë do thotë mobilizoheni me disa njohuri, me disa dituri të cilat keni nevojë për të, do thotë gjatë përditshmërisë juaj. Pra kemi të bëjmë me njohuri praktike, njohuri të cilat kanë të bëjnë do thotë me përditshmërinë e juaj. Dhe krejt ajo derset dhe mësimet cilat do t'i shpjegojmë do thotë gjatë këtyre ligjëratave do t'jenë do thotë në lidhje me këtë. Prandaj edhe nga ju kërkohet, edhe është mirë që secili prej juve me pas me veti do thotë një fletore dhe një laps, edhe me shënu do thotë nëse kjo është fjala do thotë në të ardhmen, nuk është do thotë kusht natën e sontit, po e kam fjalën do thonë për të ardhmen mi shënu do thotë disa çështje, disa problematika me cilat do thotë I dëgjonin këto mësime, e kështu që edhe kur të ktheheni për arsye se është një fjalë e urtë e dietarëve të hershëm thonë se dituria është gjah, është gjueti. Sikur për shembull njeri kur del gjueti, do thonë dituria është gjueti, kurse mjeti me cilën gjuhet është shkrimi. Që ti nëse del në gjah edhe se s'ke me çka do thotë me gjujt atë gjahun tën, ti vetëm mundesh me dalë edhe me këshyr, do thotë shtaz duke ecë dhe duke nga. S'mundesh do thotë me kap asnjë. E njëjta është edhe me diturinë. Nëse shkon do thotë nëpër ndaja të dijes, atëherë jo vetëm në këtë ders, po në përgjithësi në derse, bëni një praktik do thotë që me bajt me vete laps, me bajt me vete fletore, posaçërisht do thotë në natyra, do thotë në mësimet këtilla që bëhen do thotë ku mësohen do thotë rregulla, mësohen dispozita me të cilat do thotë ju
do të ballafaqoni gjatë jetës juaj, domthonë është fjala praktikës islame në përgjithësi. Pra, kjo është do thot një çështje që duhet me pas parasysh, po në përgjithësi, si thash edhe pak më herët, është mirë do thot secili njeri, posaçërisht ju më të ri, me bart me veti do thot një laps edhe një blok të vogël, jo shumë të madh që ta zën xhepi, edhe më marr gjithmonë atë do thot në xhep. Edhe pavarësisht ku je, unë do thot po flas tradita dhe praktika e njerëzve dishëm dhe njerëzve do thot që e kanë dert do thot kërkimin e diturisë se si veprojnë, do thot është mirë me majt një blok, e keni fjalën do thot e keni parasysh do thot fletore të vogla me majt në xhep vazhdimisht, edhe në laps, edhe pavarësisht a je në rrugë, a je do thot në udhtim, apo je në shkollë, apo je do thot në ndonjë ndaj diçka, është e mundur, është do thot absolutisht gjatë tërë ditës njeri nuk ka mundësi me i kalu dita mos me dëgju një fjalë të mirë, mos me dëgju do thot një porosi apo një urtësi apo një çështje që i pëlqen. E nëse ti e ke do thot atë letrën, fletorin e vogël me veti edhe e shënon atë, atëherë është shumë, s'po them se e ke kry do thot krejt atë porosinë asaj dituria apo urtësia që e ke dëgju, por ja ke bën një hizmet shumë të mirë që në të ardhmen do thot me mujt me mësu atë përmendsh edhe me praktiku, nëse është domosdoshmë një çështje që ka të bëjë me praktikën e përgjithshme. Prandaj është mirë me praktiku këta një posaçërisht trit vazhdimisht do thot. Në qoftë edhe jo vetëm aspekti të fesë, njëri mundet me dëgju një fjalë të urtë, mundet me dëgju do thot një ngjarje, mundet me dëgju edhe ajo të shënohet tani me kalimin e kohës. Mas një vjetë, nëse ti e hap atë dhe dëgjon edhe lexon, atëherë krejt do të duken se je duke i lexuar për të herë parë, por ta dish do thot pas atij leximi një pjesë e madhe e asaj që ke shkruajt, do thot do të zënë vend do thot në mendjen tënde. Për dallim nëse ti do thot nuk i ke shënuar fare. Prandaj kjo është do thot një porosi e përgjithshme që ja vlen do thot me praktiku dhe është një çështje që dietar porosisin e të, do thot ulema tan porosisin e të. E tash po i kthehem do thot se ndoshta dola pak prej temës, mirë po pata dëshirë do thot këtë këshill apo këtë porosi tua përcjelli. Neve siç tham me lejen e Zotit do të vazhdojmë me temat e fikut dhe ashtu që është paralajmëruar do thot edhe javën e kaluar para se të futemi në shpjegimin e çështjeve që kanë bënë do thot me praktikat reale do thot përditshmërisë tonë, është fjala do thot praktika, dispozita, rregulla do thot cilat i shpjegon dhe i shqyrton do thot shkenca e fikut. Neve me lejen e Zotit do t'i bëjmë do thot një hyrje apo një parathanie fikut, kështu që t'i sqarojmë disa çështje që mendoj se janë të nevojshme për juve në përgjithësi, e në të njëjtin kohë janë të nevojshme në përgjithësi do thot për muslimanët, për faktin se fatkeqësisht shumë prej vëllezërve musliman që ballavaçohen apo njihen apo dojnë do thot me i shtu njohuritë e tyre në fusha të ndryshme, nëse nuk i kanë qarta disa baza, disa themele që kanë bëjnë do thot me atë shkencë, atëherë edhe akseptimi do thot mësimi atyre çështjeve që kanë bëjnë do thot me atë fushë është më i vështirë, po çka është edhe më e keqja tani aplikimi dhe praktikimi atyre gjërave që mësohen do thot tek njeriu është do thot mund të has edhe në devijime. E kam fjalën jo në atë kuptimin devijimin e humbjes, mirë po me dalë do thot nga ajo që ka kërkohet do thot nga ai mësim në përgjithësi. Prandaj neve inshallah disa ligjërata, qoftë 3 apo 4 ligjërata do t'i kushtojmë kësaj, do të flasim sonte inshallah me lejen e Zotit, do të flasim apo do t'i bëjmë një pasqyrë të përgjithshme shkencës së fikut, se çfarë shkencë është, çfarë studion dhe cilat janë ato burimet e në përgjithësi do të rreth kësaj do të sillemi me lejen e Zotit sonte. Pastaj në ligjëratat e ardhshme do të flasim rreth zhvillimit të fikut dhe formimit të mëdhëheve në përgjithësi.
për arsye se na duhet ta kemi parasysh se fiku është një shkencë e gjallë. Çka kem për qëllim me fjalën e gjallë? Është një shkencë e cila vazhdimisht do thotë zhvillohet, vazhdimisht do thotë zgjerohet. Për arsye se ka të bëjë me përditshmërinë e njeriu, me praktikën e shoqërisë në përgjithësi. Prandaj nuk është domosdoshmë një shkencë e cila ka përfunduar do thotë mësimi apo ka përfunduar do thotë është e kompletuar dhe tash vetëm të shpjegohet, mirë po është një shkencë e gjallë dhe historia e fikut nuk ka të bëjë vetëm me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili e ka jetësuar do thotë në shoqëri praktikën islame, mirë po ka të bëjë edhe me ato etapat apo gjeneratat cilat kanë ardhur mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke filluar prej gjeneratave të arta. E dini kush janë do thotë gjeneratat e arta? Kush e din për juve? Do thotë sahabët vetëm. Në përgjithësi do thotë kur thuhet gjeneratat arta në terminologji janë për qëllim 3 gjenerata. Gjenerata e parë është gjenerata e sahabëve, gjenerata e dytë janë ata të cilët i kanë takuar sahabët, do thotë tabiinët, domethënë quhen tabiin, dhe gjenerata e tretë janë për qëllim ata të cilët i kanë takuar tabiinët dhe quhen tabi'u tabi'in. Këta 3 gjenerata janë gjeneratat arta, kështu quhen do thotë në terminologji. Edhe në këtë kohë është zhvilluar shkenca e fikut, por ka vazhduar do thotë edhe pas këtyre gjeneratave do thotë të zhvillohet edhe të degëzohet edhe të dietarët do thotë i kanë bë atë shërbimin e tyre, prandaj ka kaluar në disa etapa. E neve inshallah shumë shkurt do t'i marrim këto etapa, do t'i sqarojmë disa specifika që janë nevojshme me i ditë. Është fjala do thotë në fjalë shumë shkurta, për arsye se duhet ta keni se nëpër universitetet ndryshme posaçërisht do thotë ku mësohet jurisprudenca islame, ka langë posaçme që quhet tarihul fiqh, që në përkthim do thotë historia e fikut. Ku mësohen këto pak më detajzuar edhe më në formë shumë thjeshtësuar, çish më thon do thotë sqaruar edhe me data edhe me njerëz që janë njoh do thotë në ato periudha të ndryshme. E neve inshallah në një orë do t'i marrim këto. Vetëm për me pas parasysh disa aspekte që janë të nevojshme t'i dim. Pastaj gjithashtu do të flasim edhe rreth historikut të shkurtër të medhhebeve. E dim se një nga thelbet apo pjesë, domthonë ajo që ka nënkuptohet me fikun është edhe ekzistimi i mendimeve të ndryshme rreth çështjeve të ndryshme të fesë. Prandaj edhe si rezultat i kësaj janë krijuar edhe medhhebet. E tash fatkeqësisht qasja është fjala e muslimanëve ndaj këtyre medhhebeve ka lënë do thotë si rezultat i mosnjohjes edhe po e them kushtimisht ignorancës që kanë rreth zhvillimit edhe arsyeve se pse janë krijuar do thotë këto medhhebe, domthonë kanë disa mendime, po i quaj stereotipe, jo të qëndrueshme edhe jo do thotë të mira, dhe kem në lidhje me këtë çështje do thotë mendime që janë ekstrem, në kuptimin se sikurse pretendohet se krejt këto krijimi këtyre medhhebeve ka qenë diçka e keqe për musliman në përgjithësi, edhe sikurse tendenca e dikujt mund të më qenë se pse do thotë janë kriju këto edhe këto duhen të shohen, që nuk ka dyshim se kjo është gabim. Po në anën tjetër ekziston edhe një aspekt tjetër që gjithashtu është ekstrem. Ai është do thotë kuptimi se këto medhhebe janë do thotë ekzistuese dhe janë krijuar edhe një lloj tendence që të krijohet një farë hendeku ndërmjet këtyre medhhebeve, edhe asesi mos japja e mundësisë që të ketë do thotë një lloj bashkëveprimi do thotë të këtyre medhhebeve, po gjithsesi do thotë kjo duhet me qenë e ndarë, edhe nëse një njeri për shembull është lind, po them kushtimisht në Kosovë apo në një vend tjetër, edhe pjesëtarët e asaj shoqërie muslimane i takojnë medhhebit Hanefi, u kry do thotë për të, ja poft hajrin do thotë ai është medhhebi i tij dhe patjetër ai duhet me hec në atë rrugë dhe nuk ka drejt do thotë kthehet as djathtas as majtas. Nuk është do thotë ky synimi
objektivi i shkencës jurisprudencës islame. Do thotë kjo është ajo ekstremi tjetër. Neve inshallah do të mundohemi ta sqarojmë se e drejta është që muslimani, do thotë synimi muslimanit, objektivi musliman duhet me qenë kërkimi i të drejtës apo të hakut, si themi ne, atë që është e saktë. Padyshim do thotë arritja deri te kjo e vërteta nuk ka mundësi do thotë pa u shërby me mendimet dhe shqyrtimet cilat janë realizu apo i kanë bërë dietarët e mëhershëm, që padyshim kanë qenë do thotë dietarët e këtyre mëdhëbeve, inshallah këto do të flasim pak më gjerësisht do thotë kur të vjen do thotë ora e kësaj. Pastaj do të flasim edhe rreth mospajtimit. Rreth i thonë në gjuhën arabe el-khilaf, do thotë mospajtimit, se si është do thotë vështrimi i muslimanit apo si është qëndrimi i muslimanit apo të them më mirë si është qëndrimi i islamit ndaj mospajtimit. Dhe llojet e mospajtimeve dhe t'i sqarojmë se cilat janë ato shkaqe që kanë ardhur deri te krijimi i mendimeve të ndryshme për një çështje në radhë të dietarëve muslimanë në përgjithësi. Pastaj do të flasim do thotë gjithashtu për qëndrimin e muslimanit, qoftë ai musliman i thjesht apo një musliman do thotë dietar apo hoxh e kështu me radhë në lidhje me këtë mospajtim, se çfarë qëndrimi duhet me majt dhe si duhet do thotë ta pozicionoj veten në lidhje me mospajtimet të cilat kanë ndodhur në mes të ulemave në përgjithësi. Pra kjo është do thotë parafërsisht ajo që do të shpjegohet si parathanie e fikut, janë çështje që po them janë do thotë nevojshme të dihen, po mendoj që edhe janë do thotë në interes juaj, me një fjalë do thotë tek ju do thotë ekziston ajo kurreshtja që ju t'i kuptoni disa gjëra, e inshallah neve në të ardhmen në këto 3-4 ligjëratat e ardhshme do t'i shpjegojmë këto, pastaj do të kalojmë do thotë në mësimin dhe shpjegimin e temave të fikhut, do thotë duke filluar prej kapitullit parë, do thotë kapitullit të pastërtisë. Pra po i kthemi temës së sot, domthonë ligjëratës së sotme, është fjala rreth pasqyrës së përgjithshme rreth shkencës së fikut. Se çfarë shkencë është shkenca e fikut? Fillimisht do thotë e dim, e thash edhe pak më herët, çdo shkencë i ka ato terminologjitë e veta. Jo vetëm shkencat islame apo lëmit islame, po edhe lëmit apo shkencat që janë do thotë kësaj bote, qofshin kimia, fizika apo matematika, ku ta diune, gjitha i kanë ato terminologjitë që duhet njihet nga ai njeri, nga çdo person i cili dëshiron do thotë të hulumtoj apo të mësoj do thotë në atë fushë. Edhe neve inshallah sot me lejen e Zotit do t'i sqarojmë disa terme edhe do t'i shpjegojmë disa aspekte që kanë bënë do thotë me këtë. Mas pare do ta shpjegojmë atë se çfarë do të thotë fjala fik, edhe në aspektin gjuhësor edhe në aspektin terminologjik. Fjala fik do thotë që ne e kemi përvetësuar dhe kemi bërë do thotë fjalë të shqipës inshallah, rrjedh prej gjuhës arabe që prej fjalës do thotë gjuhës arabe për rënjes fiq, që e ka rënjen prej foljes faqiha, që nëse e përkthejmë në shqip do të thotë fehm apo njohje apo kuptim, do thotë me njoh apo me kuptu. Domthonë nga aspekti gjuhësor kjo është kuptimi i fikut, do thotë me njoh apo me kuptu. Edhe nga kjo rrjedh edhe fjala Allahut të Madhërisëm, kur është një ajet ku thot Allahu i Madhërisëm apo e tregon do thot lutjen e Musaut alayhi salatu wasalam, Zoti plotfuqishëm, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ju e dini Musa alayhi salam kur Allahu i Madhërisëm e caktoi që të jetë pejgamber, e zgjodhi për pejgamber edhe ja e ngarkoi do thot me misionin me shkum me e thirr apo me çortu me tërheq veten e Firaunit, Musa alayhi salam në fillim hezitoi, do thot si mundem unë me I fol, e një nga ato arsyetimet që ishin apo nga ato hezitime që I kishte Musa alayhi salam që do të ketë sukses në këtë mision me cilën po ngarkohet, ishte se nuk ka qenë shumë I aftë do thot në të folur, do thot ka pas disa pengesa. Edhe megjithatë Allahu I Madhërisëm e ngarkon do thot me këtë mision dhe ja bën do thot shoqërues Harunin me kërkesë të Musës alayhi salam,
edhe e bën një dua Musa alayhis salam, thot wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, që do thot dhe zgjidhma, po bën lutje Musa alayhis salam me Allahut Madhërisëm, dhe zgjidhma nyjen apo atë pamundësinë me të cilën do thot unë mund të shprehem, kështu që njerëzit kanë mundësi të kuptojnë atë të cilën unë po e them. Kjo është do thot duaja e Musës alayhis salam. E pse përmendëm këtë ajet? E përmendëm për arsye se këtu përmendet folja yafqahu qawli, që rrjedh prej fjalës fiqh, që do thot me kuptu. Është fjala me kuptu atë që e thot Musa alayhis salam. E prandaj fjala fiqh e ka këtë domethënie, do thot është fjala me kuptu. Me kuptu do thot me logjikën e njeriu. Kurse në aspektin terminologjik, është fjala do thot në gjuhën e shariatit, ka shumë definicione fiku. Do thot ulemat ndryshëm, edhe të medhhebeve ndryshme, do thot kanë dhënë definicione që ndoshta ai domethënia ka qenë e njëjtë, mirë, po formulimi ka dallu. E neve do thot do t'i përmendem vetëm dy nga këto formulime të ulemave, e ato janë, do thot definicioni i parë është se fiku është njohja e dispozitave të shariatit që lidhen me veprat apo praktikat e njeriut dhe me argumentet e tyre të hollësishme, të zbërthyera. Kjo është do thot definicioni i parë, njohja e dispozitave të shariatit që lidhen me veprat, do thot me praktikat e njeriut dhe me argumentet e tyre të hollësishme. Dhe definicioni i dytë është shkencë që merret me dispozitat praktike të shariatit të nxjerrura nga argumentet e hollësishme. Çka nënkupton ky definicion? Do thot me fjalë të shkurta, çfarë nënkupton ky definicion? Po themi se është shkencë e cila merret apo është njohja e dispozitave të shariatit. Do thot është për qëllim me njoh rregullat, dispozitat e shariatit. Është fjalë me një njohje të sigurt, jo njohja në kuptimin e paragjykimit, se edhe njohuria nuk është e njëjta, njohuria dallon. Mundet njëri do thot me ditë diçka apo me dëgju diçka apo me njoh diçka, mirë, po njohuria e tij me qenë shumë sipërfaqësore, apo njohuria e tij me qenë paragjykuese, apo njohuria e tij me qenë do thot një supozuese, pa argumente, pa mbështetur. E këtu është për qëllim njohja e këtyre dispozitave, do thot në formë do thot sigurt, në formë të sigurt. Edhe kjo është do thot pika e parë. Pika e dytë, dispozitat e shariatit. Çfarë janë për qëllim, do thot? Janë për qëllim ato praktikat apo ato veprimet fizike, cilat do thot i vepron do thot muslimani në përditshmërinë e tij. Pra nuk kanë bëjnë do thot aspektet e besimit. Ju e dini do thot muslimani në përgjithësi do të ketë urdhrat mund të përmbledhen në dy çështje. Çështja e parë është se na jemi të urdhëruar me adhuru vetëm Allahun e Madhërisëm. Apo kjo është urdhri thelbësor në Islam që e ka, me adhuru vetëm Allahun e plotfuqishëm. Kjo është do thot baza e parë. Dhe baza e dytë, cila është, jemi të urdhëruar që Allahun me adhuru vetëm çashtu siç na ka mësuar, jo diçka tjetër. Nuk kemi drejt domethënë me bën një praktik apo një veprim edhe me thonë unë pe adhuroj Zotin, derisa ajo praktik, ai veprim nuk ka bazë në atë që Allah i Madhërisëm na ka urdhëruar neve me apo na ka porosit neve me e adhuruar në atë formë. A e keni parasysh këtë? Domthonë këto dy baza janë të rëndësishme për musliman me ditë, që vetëm Zotin duhet me adhuru, dhe e dyta vetëm Allahu adhurohet vetëm në formën që ai na ka mësu apo na ka urdhëruar në citatet e shariatit. E tash urdhri i parë apo baza e parë ka të bëjë me aspektet e akides, me aspektet e besimit, që fiku nuk ka të bëjë me të. Mirë, po ato i shpjegon apo i shqyrton apo i studion shkenca e akaidit, shkenca e besimit. Do thotë si të adhurohet Zoti, cilësitë e Allahut të Madhërisëm, fuqia e Zotit plotfuqishëm, emrat e Allahut të Madhërisëm, besimi në melaiket, besimi në librat, besimi në ditën e gjykimit, besimi në kadan dhe kaderin. Këto do thotë çështje që nuk studiohen në shkencën e fikut. Edhe shkenca e fikut nuk mirret me to, për arsye se janë çështje që kanë bëjnë me besimin e muslimanit në përgjithësi. Kurse fiku mirret me aspektet praktike, me vepra,
me cilat do thot namazi, falja e namazit është veprim fizik, praktik. Çka duhet me vepru, apo si duhet me adhuru Allahun e Madhërisht, me faljen e namazit, si falet namazi, çfarë forme, cilat janë kushtet e namazit, cilat janë farzet, vajxhibet, cilat janë do thot sunetet e kështu me radhë. Pastaj do thot Ramazani, agjerimi Ramazanit, apo zeqati, apo haxhi, apo do thot veprimet përgjithësi tjera që kanë bëjnë do thot me adhurimet praktike të musliman. Këto i studion do thot shkenca e fikut. Me këto merret. Po jo vetëm me ato adhurimet strikte, çka janë do thot neve i bëjmë do thot me ndaj Allahut Madhërisht, mirë po edhe praktikat ndërnjerëzore. Edhe me rreth do thot marrëdhënieve ndërnjerëzore në përgjithësi. Çfarë kemi për qëllim me kët? Kemi për qëllim, po e themi si shembull çështjen e shitblerjes, tregtisë, cilat janë kushtet që duhet mu realizohen që një tregti me qenë e lejuar, apo me qenë do thot valide, apo mund të marrëm do thot një shembull tjetër në aspektin e martesës, do thot. Si arrihet apo si realizohet një mashkull edhe një femër me u bë grua burr, cilat janë ato ceremonitë, ato veprime, ato praktika që duhet ne ti realizojmë që një burr edhe një grua ti konsiderojmë do thot se janë do thot kanë lidhje kurore në mes vetë. Këto do thot i shpjegon edhe i shqyrton shkenca e fikut. Edhe me këto mirët, është do thot fush e gjerë, mirë po unë tash po i përmendi si shembull me i pas parasysh. E kuptuat? Do thot kjo është. Po jo vetëm këtë, nuk e studion vetëm këtë, po i studion edhe argumentet e tyre të hollësishme. Do thot nuk e shpjegon apo nuk i shqyrton vetëm këto rregulla, dispozita, po i hulumton edhe argumentet e tyre. Do thot kur them kushtimisht do thot se njeriu kur don me fal namaz duhet me pas abdes, apo tash për me thënë se duhet me pas abdes, na duhet me posedu do thot një argument që me e dëshmu se pa abdes nuk guxon të falemi. Apo e tash citoj në gjuhën e shariatit quhen argumente. Do thot argumente me anë të cilave ne i mbështesim apo i ndërtojmë dispozitat praktike. Edhe që to studiohen do thot në lëmin e fikut. Edhe këto i studion do thot. Prandaj edhe ka ardhur do thot dhe me argumentet e tyre të hollësishme, jo të përgjithshme. Ka dallim do thot argumentet e hollësishme nga argumentet e përgjithshme. Pse? Ulemat i kanë bërë dallimin, për arsye se argumentet e hollësishme janë do thot për çdo çështje, për çdo veprim konkret, thjesht me sjell argumente. Po e themi tash thjesht. Po themi kur të lidhem namaz duhet mi qiu durt, apo deri te vesh duhet mi qiu durt. Kur dosh mu lidh namaz, apo për këtë duhet me posedu argument. Do thot veprim do argument hollësishëm. Pastaj kur të lidhes namaz, do thot më njëherë duhesh me knu subhaneken. Për këtë duhesh me posedu argument. Apo pastaj duhesh me thon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Pse duhet me thon? Pse nuk e lexojmë më një herë elhamin? Edhe për këtë duhesh me pas argument. Pastaj duhet lexohet elhamdulillah. Pse? Ku është argumenti? Do thot për çdo veprim, do thot duhet posedohet argumente. Çto argumente studiohen do thot në fushën e fikut. Kurse argumentet përgjithshme janë do thot natyrë tjetër. Dhe këto i studion kush shkenca e usuli fikut, është do thot një shkencë që është më e përgjithshme se fiku, ka të bëjë me fikun, mirë po dallon nga ajo, për arsye se i studion do thot argumentet e përgjithshme. Cilat janë ato argumente përgjithshme që po e marr do thot si shembull që ju me pas parasysh kur themi ne se urdhri i Allahut Madhërisht nënkupton se ai vepër është farz. Apo kjo është argument i përgjithshëm. Nuk ka marrë një hadith apo një ajet, mirë po ka dhënë parim se urdhri i Allahut Madhërisht në Kur'an nënkupton se ai vepër është farz. Patjetër duhesh me kryer. Urdhri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë nënkupton? A nënkupton se ai vepër është vajxhib apo nuk nënkupton? Ka sqarime të ulemat. E këto i studion do thot shkenca
e usulit, usuli fikut. Nuk i studion fiku këto sene, se urdhë i çfarë nënkupton. Edhe pse ka lidhje me të, mirë, po kjo ka të bëjë me fushën e usulit fikut. Pastaj çfarë nënkuptoj me fjalën vajib, me fjalën farz. Kur një vepër është farz dhe kur është vajib, kur është sunet, kur është mekruh e kështu me radhë, këto i studion shkenca e usulit fikut. E kupton? Do thotë kjo është dallimi ndërmjet, në fakt do thotë kjo është ajo dallimi esencial ndërmjet shkencës së fikut dhe shkencës së usulit fikut, që janë dy shkenca që kanë do thotë lidhshmërinë mes vete, por në të njëjtin kohë edhe kanë dallime dhe secila do thotë shkencë e studion do thotë fushën e vet. Pra kjo ishte deri më tani rreth domethënies së shkencës së fikut, definimi do thotë gjuhësor dhe atij terminologjik. Tash vazhdojmë do thot me pikën tjetër, ajo është ka të bëj, do të po njihemi tash na, do thot jemi tu njoftu me me fikun. Tash kalojmë se çfarë i kallzum do thot disa shembuj edhe kem parasysh do thot se çfarë po studioj ka në lëmin e fikut. Tash ti marrëm pak në formë më konkrete. Çfarë studion do thot shkenca e fikut më konkretisht? Shkenca e fikut studion do thot praktikën e muslimanit do thot në përgjithësi, edhe si individ, edhe në edhe do thot praktikat shoqërore, në përgjithësi do thot që mund të manifestoj do thot edhe njeriu si individ, po edhe shoqëria do thot në raport me shoqëri tjera në përgjithësi. Pra këto i shpjegon. Edhe është një lëmi shumë e gjerë. Madje është një nga shkencat më të gjëra që mund të ekzistojë jo vetëm në Islam, jo vetëm do thotë në fusha islame, po në përgjithësi. Për arsye se çysh thamë edhe pak më herët është një shkencë e gjallë që vazhdimisht do thotë futen do thotë mësime edhe do thotë vazhdimisht zhvillohet derisa ka do thotë zhvillim kjo botë, vazhdimisht zhvillohet edhe kjo shkencë, po në të njëjtin kohë do thot ka të bëjë me të gjitha aspektet e jetës së njeriu. Me të gjitha aspektet e jetës së njeriu. Prandaj është një shkencë shumë e gjerë. Edhe për këtë shkak ulema do thot për me qenë do thot më e lehtë, edhe mësimi i kësaj shkence, për me qenë më e lehtë, edhe do thot aplikimi apo praktikimi, do thot edhe gjatë shqyrtimit, gjatë shpjegimit të tij e ka ndarë do thot në fusha apo të them më mirë në nën fusha, në disiplina do thot brenda një fushe të përgjithshme, kështu që ne vet arrim do thot edhe gjatë hulumtimit të mësimit ta kuptojmë më mirë, po në të njëjtin kohë edhe gjatë ballavaçimit të atyre risive me të cilat ballavaçohen muslimanët, shoqëria islame, të kanë mundësi do thot të përfitojnë nga përvojat e kaluara edhe gjejnë do thot zgjidhje për problemet e reja me të cilat ballavaçohen. Prandaj, pa u zgjeruar shumë, themi se ulemat, cilët kanë folë edhe janë marrë me shkencën e fikut, e kanë ndarë do thot fikun në shumë kapituj, në shumë disiplina. Por më e thjeshta për juve është ajo ndarja e cila është bërë në dy pjesë. Ajo është do thot ndarja e parë që e kanë bërë, do thot ndarja e kapitullit të adhurimeve, edhe kanë quajtur qismul ibadat. Do thot ky kapitull ka qenë i veçantë, do thot është shpjeguar veçantë, është kapitulli i adhurimeve, edhe kanë quajtur fiqhul ibadat. E keni pa do thot në disa libra edhe në gjuhën shqipe, fiqhul ibadat, kështu e ka titullin, dhe janë për qëllim ato praktikat që kanë bëjnë me adhurimin ndaj Allahut të Madhërisht. Dhe në të hyn mas pari do thot falja namazit, duke filluar prej pastërtisë, pastaj në të hyn do thot namazi, agjërimi, zekati, shkuarja në haxh, pastaj kanë bëj do thot betimet, se çka konsiderohet betim, çka nuk konsiderohet betim, kur e prish njeriu betimin e kështu me radhë, pastaj dispozitat e shkuarjes në xhami, pastaj dispozitat që kanë bëjnë do thot me xhihadin, luftën për hir të Allahut, cilat janë ato kushte e kështu me radhë, pastaj rregullat cilat kanë të bëjnë me ushqimin dhe pijet, për çfarë ushqime duhet përmendet emri Allah gjatë therrjes e kështu me radhë. Kjo është do thot një kapitull, një ndarje apo ndarja e parë, disiplina e parë që studion do thot
rregullat dhe dispozitat që kanë bëjnë do thot me ceremonit, nëse mund t'i quajmë, apo me praktikat që janë do thot strikt adhurime ndaj Allahut Madhërisht. E kuptu? Pra kjo është ndarja e parë. Dhe ndarja e dytë janë i thënë qismul muamalat apo fiqhul muamalat, që nëse e përkthejmë në shqip është do thot fikhu i raporteve ndërmjet njerëzve, apo në përgjithësi fikhu i rregullave ndërnjerëzore në përgjithësi, që në të hyn do thot shumë lloje apo kapituj të ndryshëm që studiohen do thot si fusha apo si disiplina të veçanta do thot nër disiplinën e raporteve ndërnjerëzore. Dhe në këtë hyn do thot mund të hynë do thotë martesa dhe shkurorzimi, dispozitat që kanë të bëjnë me të, pastaj tregtia, shitblerja, transaksionet e ndryshme domthonë tregtare në mes të njerëzve, pastaj në të hynë do thotë kodi penal, dispozitat që kanë të bëjnë do thotë me themi kushtimisht vjedhja, pastaj mashtrimi, tradhtia, gënjeshtra e kështu me radhë, pastaj në të hynë do thotë të drejta të ndryshme apo ligje të ndryshme që kanë bëjnë do thotë me i thojnë gjuhën arabe el gjinajat, me kriminalistikën, do thotë vrasja njerit, çfarë dispozite me çfarë dënimi ngarkohet vrasësi, dispozitat që kanë bëjnë do thotë me penologjinë, do thotë në përgjithësi me kriminalistikën e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu në këtë hyn edhe trashëgimia, ndarja e pasurisë pas vdekjes se një personi si ndahet, sa i merr do thotë djali, sa i merr vajza, sa i merr nana e kështu me radhë, këto do thotë studiohen do thotë në këtë lëmi. Pra është do thotë një fushë e gjerë që nën kapituj të shumë. Në përgjithësi do thotë edhe në shkrimet e ulemave do thotë librat e ndryshme të tyre, do thotë kur shpjegojnë edhe kur flasin rreth dispozitave të fikut në përgjithësi, i kanë parasysh këto ndarje, edhe duhet do thotë me i pas parasysh edhe hulumtuesi apo një njeri që dëshiron me e mësu me shtu do thotë diturinë e tij në lidhje me fikun, duhet i ketë parasysh këto ndarje dhe këto klasifikime që janë bërë do thotë nga ulemat tanë të nderuar, për faktin se këto pastaj krijojnë do thotë edhe për kërkuesin e diturisë që më lehtë të kuptohen. Pra kjo është do thot pika e dytë, do thot ndarja e fikut. Pika e tretë ka të bëjë me burimet e fikut apo burimet e jurisprudencës islame. Me një fjalë, në çka mbështetet apo prej ku i nxjerr argumentet kjo shkencë. A keni parasysh, kjo është do thot pika e tretë. Në përgjithësi do thot burimet e shariatit janë katër. E para është do thot Kurani, libri i Allahut, Kurani famlar. Nga kjo do thot nxjerrën dispozitat e shariatit. Kur themi namazi është farz me u fal, themi argumentin e nxjerrën prej Kuranit. Thot Allahu Madhërisht wa aqimus salat. Apo do thot mbështetemi në Kur'an. Ky është do thot burimi kryesor edhe i pari. Burimi i dytë është suneti. Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me sunet çfarë ne kuptojmë? Kush e di për juve? Çfarë është suneti? Ka definicion do thot suneti. A e din dikush? Suneti është çka ka vepruar pejgamberi, çka ka thënë, pasimi rrugës ndjekje atë. Suneti ka definimet e ulemat. Dhe kuptimi i sunetit kur themi në fik, për arsye se ka si terminologji prap, do thot ka dallime se në çfarë lëmie do thot trajtohet, e këtu për qëllim e kemi thënjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veprat dhe pëlqimet e tij. Do të ky është definicioni i sunetit në fik. Kurse definicioni në akide është pak më tjetër dhe është për qëllim e përmendin do thot haxhia, janë për qëllim do thot pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në të hyn do thot edhe metodologjia se si ka vepruar do thot në përditshmërinë e tij, në ngritjen e shtetit e kështu me radhë. Pastaj domthonë edhe në disa
lëmi tjerë në sunet hin edhe cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dukja e tij, do thot e kështu me radhë. Pastaj në disa lëmi sunet hin edhe historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, historia do thot është fjala ngjarje të cilat kanë ndodhur e kështu me radhë. Mirë, po neve pa u zgjeruar më shumë me sunet në fik e kemi për qëllim ato fjalë që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë sunet. Ato veprime që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë sunet. Dhe ato pëlqime që i ka bërë pejgamberi, miratimet, të cilat i ka bërë pejgamberi sallallahu, nuk i ka vepruar vet, mirë po e ka pa një person që i ka vepruar një vepër edhe e ka miratu, ajo tash është bë sunet. E keni parasysh. Pra kjo është për qëllim do thot me sunet. Dhe nga këto nxirren do thot është burim i shariatit nga e cila do thot i nxjerrim si argumente mbështetemi në to kur dëshirojmë do thot të ngrisim një dispozitë shariatike. A e kuptuat? Pra kjo është suneti. Dhe e treta, burimi i tretë është do thot i thojnë në gjuhën arabe ijma, do thot konsenzusi i dietarëve, unanimiteti i ulemave në përgjithësi. Çfarë është për qëllim me ijman? Ijmaja do thot është një burim i shariatit, shumë do thot i besueshëm. Ajo është do thot kur mujtehidët apo dietarët eminent të një kohe, pajtohen për një çështje, do thot nuk kanë mos pajtim në mes vete, ajo në vete është argument. Ajo në vete është argument. A e keni parasysh? Po do më shkruajta, do thot një kohë çetimetat mund gatru. Mirë. Ijmaja është pajtimi i dietarëve eminent të një kohe, rreth një problematike të caktuar, rreth një çështje të caktuar. Rreth një mesele. Po, rreth një mesele është fjala, po, rreth një mesele. Pra, nëse për një çështje, pavarësisht do thotë a është përmend në Kur'an apo nuk është përmend në Kur'an, apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se neve kemi përmend atë më herët se mund të jetë do thotë një, sikur mund ta marrim një shembull thjesht, është shembulli për me kuptu jo ma qartë, është shembulli i ndalimit të narkotikëve. E keni parasysh? Në Kur'an nuk jenë përmend droga, s'është përmend. As në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk është përmend. Edhe pse janë disa argumente që mund të vijë deri te argumentimi me to, mirë po nuk ka do thotë diçka decidim, drejt për drejt. Po unanimiteti i ulemave, dakordimi i tyre se droga është e ndaluar dhe në këtë nuk ka mos pajtim te ulemat, nuk ka asnjë alim, nuk ka asnjë dietar i cili ka thonë se lejohet, kjo në vete është argument se ajo është e ndaluar. Dhe ky është burim i shariatit. A e kuptuat? Pra ky është do thotë burimi i tretë. Dhe burimi i katërt i fundit është do thotë kiasi apo analogjia. Analogjia, që do thotë është e vërtetë se në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk janë sqaruara krejt dispozitat, do thotë për çdo çështje. Mirë, po kemi do thotë rregulla të përgjithshme. Kemi do thotë dispozita për çështje të caktuara. E ato çështje të caktuara, do thotë me kalimin e kohës, do thotë nëse ballafaqohem me një çështje e cila nuk është përmend decidivisht në Kur'an apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po nëse është përmend një çështje që është e përafërt me të, do thotë mund ta marr një shembull thjesht për me kuptu jo se çfarë është për qëllim. Jo e ngjashme, e përafërt. E ngjashme ose përafërt. Unë tash këto termet është e vërtetë se kanë dallim në mes vete, mirë po është për qëllim do thotë që janë përafërt. Tash do thotë me shembull e kuptoni se çfarë kam për qëllim. Kur Allahu i Madhërisht fol për ndalimin e alkoolit, thot innamal khamru, e përmend vetëm khamrin. Khamri në gjuhën arabe, nëse përkthejmë në shqip, do thot është për qëllim vera. Do thot vera e cila bëhet prej rrushit. Kjo quhet do thot khamr, do thot verë. Në Kur'an do thot është ndaluar vetëm vera. Kurse ajo që marrohet, po themi kushtimisht prej kumbulle, e ka një emër tjetër. Do thot ka emër tjetër. Ajo që prodhohet prej hurme ka emër tjetër. Apo kupton? Mirë po, çfarë është ajo ngjashmëria ndërmjet
po e them se ajo që bëhet prej rrushi është verë. Kurse ajo që bëhet prej kumble, nuk jam shumë i sigurt, më duket i thojnë raki. Po është rakia. Tash, çfarë është ajo e përbashkëta në mes të verës edhe rakis? Ha? Është dehja. Është dehja. Tash, do thotë edhe rakia është e ndaluar sikurse vera me analogji, për faktin se është i njëjtë sikurse do thotë duke krahasu, do thotë duke bërë analogji. Për faktin se edhe vera edhe rakia e deh njërin, apo e ja humb dijen. Prandaj, do thotë dispozita e verës është e njëjtë me dispozitën e rakisë. Edhe pse decidivisht nuk përmendet kjo në Kur'an apo në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është do thotë dispozita apo burim i shariatit, analogjia që është do thotë shumë e gjerë edhe do thotë ka sqarime të ulemat, mirë po unë juve po duam ja u sqaroj se çfarë është për qëllim do thotë analogjia. Apo mund ta marrim një shembull tjetër, e kemi se Allahu i Madhreshëm apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar kamatën e cila realizohet ndërmjet dukatit apo arit me arin ose argjendit me argjend. Kjo është do thotë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas parat letrës. A e keni parasysh? Nuk ka pas. Nuk ka pas parat letrës. Do thotë këmbimi i njerëzve, blerja dhe shitja e mallit është bërë do thotë me ari dhe argjend. Do thotë kanë qenë do thotë ata monedha prej arit edhe argjendit. Me kalimin e kohës, ky ari dhe argjendi nuk është përdorur më tek njerëzit, mirë po janë zaventuar me pare, do thotë ato letrat, parat e letrës apo kart monedhat që i thojnë, do thotë që e kanë vlerën e njëjtë sikurse arit. Edhe në fakt çdo para që neve e kemi në xhep, çat vlefshmëri do thotë është ekziston do thotë në them kushtimisht do thotë në tek ai institucion i cili e jep apo e shtyp atë parë, që në situatën tonë është do thotë shteti. Do thotë nëse ti për shembull i ke 10 euro në xhep, atëherë ato 10 euro e kanë kundër vlerën do thotë në buxhetin e shtetit apo në fondin e shtetit i cili e ka nxjerr do thotë çat parë. Prandaj do thotë gjitha dispozitat që kanë bëjnë do thotë ndërmjet arit edhe argjendit vlen edhe për parat e letrës. Edhe pse ndoshta në shishim të parë ato nuk janë të njëjta. Mirë po esenca e tyre, do thotë motivi i tyre edhe krejt çfarë bëhet me parën e letrës është e njëjtë sikurse ajo që është bërë me parën e arit edhe argjendit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prandaj të njëjta dispozita barten edhe tek parat e letrës. E kuptuat? Pra kjo është do thotë argumentim në bazë të analogjisë, në bazë të kiasit që ai themi. Duket se e kuptuat to, kjo është do thotë çështja e analogjisë. Pra këto janë 4 burimet e shariatit mbi të cilat do thotë apo mbi të cilat mbështetet jurisprudenca islame për të kur nxjerr do thotë dispozitat e ndryshme, qoftë do thotë ato që janë adhurime, qofshin ato do thotë dispozitat që kanë bëjnë me raportet ndërnjerëzore. Kurani, Suneti, Ixhmaja edhe Kiasi, këto 4. Janë edhe disa burime tjera, të cilat do thotë studiohen pak më detajizume, e ato do thotë studiohen do thotë pak më tek ekspert, ju nuk keni nevojë do thotë me u fut në ato tjera. Këto janë do thotë duhet çfarë jo duhet me i pas parasysh. Edhe për këto 4, po e them edhe një herë, pothuajse ka do thotë unanimitet do thotë te ulemat e gjitha mëdhëbeve, edhe do thotë jo vetëm tek mëdhëbet, edhe tek ulemat do thotë e hershëm të cilët kanë jetuar do thotë para se të formimit edhe zyrtarizimit të 4 mëdhëbeve ashtu siç i njohim ne tani. Pra kjo kishte të bënte me burimet e shariatit, do thotë në çka mbështetet shariati për të përligj një dispozit apo një rregull fetar. Pra këtu po ndalemi se nuk dëshirojmë t'ju vonojmë më shumë, inshallah në javën tjetër vazhdojmë. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi